vazhdoj me punu se metëm vetë në përzgjedhje. Sa e vështirë është që të negociohet me LDK-n kur dihet për këto dallimet që kanë brenda dhe për faktin që nëse disa deputet nuk votojnë për presidentin, atëherë bie se as me LDK nuk janë votat. Po për këtë arsye po them që ata duhet të kenë një qëndrim unik dhe duhet mas pari ta dimë se kush është shefi i tyre, për shkak se ka indicie, ka lloj-lloj do të themi mendime që kush është ai, na e dim kush është kryetari i LDK-s, mirë po sa e ka fuqinë brenda vetë LDK-s, posaçërisht pas asaj që ka ndodhur do të thotë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ku ofru do të thotë dorëheqja e tij, ai e kaloi do të thotë këtë jo bashkëlehtësisht, duket që ka qenë dallimi ndoshta 2-3% që kanë votuar më tepër, por përqindja mund të jetë edhe ndryshe, por jo ndaj dallim të madh. Do të thotë për të mbetur si kryetari i LDK-s pas humbjes katastrofale që ka pasë në zgjedhjet e kaluara të 28 dhjetorit, dhe sigurisht që ka pakënaqësi aty, mirë po duhet ta dimë që LDK-n e përfaqëson ky president, apo ka aludime që të shkojnë ata në zgjedhje brenda partijake për një periudhë ndoshta të përshpejtuar, apo thjesht ka thashë theme që ka ndoshta ambicie për Parim Rama, kryetari i Prishtinës, që të jetë kryetar i LDK-s, mirë po ka shumë lidhje edhe me PDK-n duket, haptas, kështu që në LDK besoj që kishte qenë mirë që ata vetë punët e veta mi ditë më mirë, edhe që dalin me një qëndrim, sepse nëse bëhet koalicioni me lëvizjen vetëvendosje, edhe nuk arrin zgjedhja e presidentit, atëherë ky koalicion bëhet ka thjeshtë dhe na dërgon përsëri në zgjedhje për shkak të pamundësisë së numrave që janë faktikisht tepër po një gjë është e sigurt që do të jetë shumë e vështirë në këtë klimë aktuale politike me të dyja partitë, sepse në anën tjetër nuk e di nëse edhe u përmend nëse më iki rastisht, ishte zotri Lushtaku para pak ditësh njoftoi se në rast se Lëvizja Vetëvendosje bashkëpunon, Partia Demokratike bashkëpunon me Lëvizjen Vetëvendosje, unë jap dorëheqjen time, dhe në anën tjetër ne e dim peshën që ka edhe zotri Lushtaku për vetë PDK, numrin e votave që u sjell, dhe duke parë gjitha këto dinamika me dy partitë më të mëdha opozitare, është e vështirë. Për cilin jetu menu? Edhe njerë. Për cilin jetu menu? Për Sami Lushtakun apo për Mërgem Lushtakun? Jo, për Sami Lushtaku. Sami Lushtaku para pak ditësh. Partia besoj që po folim tash për PDK-n. Pa marrë parasysh që dikush i kam parë të deklaratat që do të jep dorëheqje, do të thotë nga funksionet që i kanë brenda PDK-s. Po PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja duhet mi pa interesat e shtetit, para se mi pa interesat personale të dikuj që nuk jep dorëheqje. Unë e kuptoj, thjesht po pyes nëse do të jetë problematik na duhet me besu që do të thotë kryetari i partisë, këtë rast kryetari i PDK, zoti Bedri Hamza, i ka të gjitha themi kështu të gjitha mundësit për me vendos bashku me kryesinë e vetë, me kryesinë e gjëra, për çfarë institucione që i kanë brenda PDK-s dhe me dalë me një qëndrim pa marrë parasysh që mund ketë presion. Unë po pyes kështu sepse oponent të rëndësishëm të partive politike po japin deklarata të tilla, të cilat deri diku po japin shenja që nuk duan bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. E njëjtë ka qenë kjo ku thuhet e hotit se duhet luftojmë çdo mentalitet që dobëson aleancat tona historike dhe cënon rrugën euroatlantike të Kosovës. A ka të bëjë me zotin Kurti, me qenë se akuzat ishin për të se po i prish marrëdhëniet me SBA-n? Pa marrë parasysh, po kthejnë në atë pyetjen e parë tonë, pa marrë parasysh që në mënyrë hipotetike, nëse bëhet një koalicion me PDK-n, do të thotë nëse, unë nuk besoj që bëhet, po nëse bëhet një koalicion i tillë, mund të ketë pakënaqësi edhe vetë Lëvizjen Vetëvendosje dhe mund me dhënë dorëheqjet, po themi ne 2, 3, 4, 5 deputet. Edhe nëse në anën e PDK-s, kjo është hipotetike krejt, japin dorëheqje ne 2, 3, 4, 5, prap duhet mu pa interesi shtetëror, sepse nëse dikush thotë, bëni koalicion me këta unë jap dorëheqje, do të thotë ajo mund të jetë një presion në raport me partinë e vet, por partia shumë fesh, ma e fuqishme, çdo parti pa emra po foli, se sa është një kandidat 2, 3, 5 apo 10. Na kemi pa Lëvizjen Vetëvendosje që ka këtë eksperiencë. A kanë dalë për me damtu Lëvizjen Vetëvendosje një nga ne? Do të thotë koha kur delni një nga ne për ta dëmtuar sa ma tepër si mas tyre Lëvizjen Vetëvendosje, dolen 12 deputet, doli edhe vetë kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, dha dorëheqje, dolen do të thotë asambleiste kudo që kanë qenë dhe çka ndodhi. Lëvizja Vetëvendosje u forcu, do thotë u super forcu, për shkak se qytetarët e Kosovës e konsideruan që këta po dalin me qëllim të damtimit Lëvizjes Vetëvendosje dhe Vetëvendosja. Prej kohës kur kanë dalë këta deputet që kanë dhënë dorëheqje, e që kanë qenë me Lëvizjen Vetëvendosje, Vetëvendosja u dyfishu
ndërsa disa është numri i deputetëve të këtyre që kanë dalë prej lëvizjes vetëvendosje, është 0. Do thotë nuk e kanë asnjë deputet. E tash, do thotë nëse vjen situatë të tillë, cila do parti politike opozitare që kërcënon partinë e vet që jep dorëheqje, nëse bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosje, besoj që ajo parti nuk do psohet, po besoj që i ka punë më mirë sepse qytetarët e identifikojnë që partia është e fuqishme edhe shkojnë në favor të